Nga raportimet nga personat të cilët kanë qenë të angazhuar përgjatë sezonit të veror në turizëm, të cilët kanë marrë edhe pagën e muajit gusht këtë shtator, konstatohet se nuk është respektuar as pak një rregull i vendosur edhe nga Ministria e Turizmit, e cila përcaktonte se kamarierët, banakierët, sanitarët, kuzhinierët dhe gjithë ata të cilët ishin të angazhuar në sektorin turistik duhet të kishin paga mesatare të cilat për këta të fundit duhet ishin të kënaqshme. Realiteti ka qenë krejtësisht i ndryshëm në Vlorë, ku gjithë personat të cilët kanë qenë të angazhuar në bizneset lokale dhe njësitë hoteliere janë paguar sigurisht më pak. Vendimi në fjalë u miratua në muajin qershor, por pritej të realizojë diçka e tillë, pasi prej qeverisë shqiptare është diskutuar shpeshherë ndërhyrje në sektorin e turizmit për shkak të pagave tepër të ulta, që nuk e justifikojnë mundin dhe sakrificën në punë, duke qenë faktor përse shumë profesionistë të këtij shërbimi të largohen jashtë vendit. Sipas vendimit që hyri në fuqi, u përcaktua qartësisht se në listën e pagave të publikuara është vendosur që rrogat në këtë sektor të nisin nga 55.000 lekë të reja për rojet e sigurimit, në 60.000 lekë të reja për sanitaret apo punëtorët e kraut, 63.000 lekë për recepcionistët, 70.000 lekë për kamarierët, 90 deri në 100.000 lekë të reja për menaxherët dhe 140.000 lekë të reja për kuzhinierët apo krye kuzhinierët. Kjo masë e caktimit të pagave nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve erdhi për shkak se këto biznese, nga baret, restorantet, hotelet apo resortet, nuk deklarojnë në radhë të parë rrogat reale të punëtorëve, duke ju përcaktuar këtyre të fundit një pagë si kriter për çdo profesion që duhet të përmbushet. Në këtë sektor, sipas të dhënave edhe nga Instat, punojnë rreth 45.000 individ, numri të cilëve rritet ndjeshëm në 3 muajt e verës për shkak të bumit të lartë të turistëve, ku sigurisht numri më të lartë të tyre e mbajnë të punësuarit në qarkun e Vlorës, me qytete dominuese si Vlora, më pas Saranda dhe Imara. Por pavarësisht se ka një vendim të qartë të përcaktuar edhe në këtë ligj, ky sezon veror solli një tjetër dështim në këtë aspekt të një reforme e cila do të zhvillonte më tej turizmin. Të gjithë punojësit e sektoreve të sipërpërmendur, jo vetëm që nuk kanë marrë ato paga, por mbi të gjitha janë vlerësuar shumë më pak. Kamarierët me pak 50 deri në 55.000 lekë, banakierët me pak 60.000 lekë, menaxherët me pak 70 deri në 100.000 lekë dhe kuzhinierët me pak 90 deri në 110.000 lekë të reja, për mos të folur më pas për sanitarët dhe rojet e sigurimit apo punojësit e mirëmbajtjes që janë vlerësuar me paga minimale. Në shumë subjekte madje ka patur edhe abuzime më të mëdha, ku punojësit e çdo sektori janë vlerësuar me pagë më të ulët edhe se rroga minimale. Si zakonisht nuk është dukur as fenomeni pagave informale, ku shumë punonjës një pjesë të pagës e ka marrë në dorë dhe pjesën tjetër në bank. Tatimet deklaruan se çdo tatim pagues që pagën e punojësit do ta deklarojë më pak se vlera e caktuar nga tatimet do të konsiderohet me risk dhe do të bëhet objekti i verifikimeve të thelluara. Për të bërë hetimin, tatimet do të krahasojnë paga dysheme të caktuara me paga që deklarojnë bizneset e këtij sektori, por megjithëse është theksuar edhe në projekt ligj diçka e tillë, ende nuk ka asnjë hetim në Vlorë, asnjë masë paraprake të ndërmarrë përkundrejt bizneseve që në mas kanë shkelur këtë ligj, por me të dyja këmbët.